Allahu hidhnohet shumë që ju mi thonë dë fjalë, po s'jeni të ati nivelit të veprave. A na qka thojna? Na thojna këtë dunjaja e jonja, edhe e mshelna mësa në Facebookin, bina me fletë. Që kjo atë ndodhë me muslimanët, na folë na shumë, po sabajnë së ndel me falë në gjami. Do të ndalimi sot me lejnë Allahu te bareke ve teala me disja prej ajeteve të Zotit Gjelle Gjelalu në Kur'an, ku Allahu te bareke ve teala na mëson se si të bëjmë harmoni, se si të bëjmë në pajtim fjalët tona me veprat tona, e cila është nga gjërat më të dashurat e Allahu dhe e kundërta më e urrejturat e Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj tha Allahu te bareke ve teala në surën Saf: Ja eyyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Thot Allahu te bareke ve teala: O të cilët keni besuar, pse folni fjalë që si bani? Pse i thoni disa fjalë që si keni me punë ato? Ju s'jeni në qatë nivel të punëve me të ato fjalë që ka i folni. Thot Allahu Gjelle Gjelalu: Te Allahu është shumë e urrejtur, Allahu hidhnohet shumë që ju mi thonë dë fjalë, po s'jeni të ati nivelit të veprave. Andaj muslimani kërkohet prej ti që fjalët që ka i thot mi pas edhe me vepra. Sa vepra ki qash edhe flet, e jo me fol me fjalët e Ebu Bekr Siddiqut, dërsa me jetu e me veprat e Ebu Gjehlit. Jo me fol me fjalët e Omar ibn Khattabit, e me jetu e me veprat e Ebu Gjehlit dhe Ebu Lehebit. Jo kështu, duhet me pas harmoni. Omar ibn Khattabi, Aliju, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam flisnin sa kanë mundësi me punu, dhe këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e theksoi të sahabët. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadithin që ka nxjerrë Imam Buhariu, ka thënë çudi me Omerin. Çudi me Omerin. Çfarë çudi të ndëruar xhamatli? Kur çuditet njëri? Kur diçka sa e zakonshme. Pse mu çudit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Omerin? Se nuk bëhet kjo shpesh, po bëhet rrallë. Çka tha? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha abqari, shumë gjeni njeri, shumë njeri meqëm. E ku me qëria e ti? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha çka thoje e ban. E pse? A veç Omeri ka pas të theksume, çka thoje e ban. Çka tha alayhi salatu wassalam? E të tjerët, binire, të tjerët e thonë, barabar me Omerin janë lafe, e thonë së ne bajnë. Që kjo dalimi? Na këti dina fjallë të Omerit, ushtojnë mimberat me fjallë të Omer në Khattabit, po s'ka Omer. Na këti kina mësu fjallë të Ebu Bekër dhe Omerit dhe Othmanit, po s'ka Omer, s'ka Ebu Bekër, s'ka Othman. Andaj, qka tha për një mësam, qudi me këtë njeri, se kishka thoje e ban. Ka thonë komentatorë në këtë hadith, ama Omerin nuk e thot posa qka mundet me bo. Saj nuk ka thonë, Persia kite jemja pa e pas, jo. Kër e ka shti ndorë Persia, ka thonë shtash Persia e muslimarë e jona. A na qka thojna? Ka thojna këtë dunjaja e jonja, edhe e mshelna mësa në Facebookin, bina me fletë. Që kjo atë ndodhë me muslimanët, na folë na shumë, po sabajnë së ndel me falë në gjami. Që kjo e realiteti. E si me dalë për kësaj krize, Allahu Gjelluale na ka mësuar në shumë prej ajeteve, çka mungon tek njeriu që ka çrregullim dhe kundërthënie në mes fjalëve të veta edhe veprave të veta. Gjëja e parë të ndëruar xhamatli cila është se njeriu duhet me jetu me ndjenja fetare. Duhet me pasë mall për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Duhet, a ke pa njëri kur do diçka, kur ka dashni për diçka, a shurri rahat. Njëri kur e do dikan, sa do larg me e pas, mend atje i ka. Ktu punon, mend i ka atje. Pse? Sepse ka dashni për ata. Në luftën e Tebukit, Allahu xhelaxhan e tregon për disa sahabe fukara. Kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kanë thënë: Ja Rasulullah, na dojna me ardh me ti në luftë, me të ndihmuar. Po na s'kena as deve, as kuaj, as s'kena çish me ardh. Kur i thotë kujt do me ardh ti, po s'ka valla as ka as kurrë. Kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po lipin ndim për kraje fizike që të vinë me përkra moralisht pasaj edhe fizikisht. Qka tha Allahu Gjellu Ala në surën Taube, ajetin 92, thëtë Allahu Gjellu Ala: Wala ala alladhina idha ma atauke li tahmilahum kulte la e gjidu ma ahmilukum alej. Thëtë Allahu Gjellu Ala, dhe s'kan gjuna ata fukara që kanë ardhur te ti me ardhë me të nimue për luft, kur thanë na nimo me
deve me ardh, s'kena na qysh me ardh me tije. Pejgamberi sa më ka thonë, la ejidu ma ahmilukum alej, s'kam çka t'ju jap, unë çto çka I kam krejt. Pra, si rezultat I kësaj sun vin ata. Thot Allahu xhelalu ala, tawallu. Shikoni këtë skenë të ndëruar xhamatli. Fukara kanë ardhur sahabe, ja Rasulullah, dojna me ardh me ti në luftë me të nimue. Po s'kena me çka me ardh ja Rasulullah, s'kena as spada as kur gjë. S'tina me çka të nimue, çet trupin ku e kam, po s'kam me çka me të nimue. Thot Allahu xhelalu ala duke përshkruajtur këtë skenë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, tawallu wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i. E kthin shpinën të shku ka shtëpia, ju rrjedhshin lotët nga mërzia që s'po shkojnë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot Allahu xhelalu hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ju kallke zemrën nga mërzia, pse s'kan çka mi dhan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E mirë të ndëruar xhamatli, çto lot a shku në huç, çto lot a shku në huç, jo. Dëgjoni çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këta njerëz. Hadith që ka thënë Imam Buhariu nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Thot Anas ibn Malik, u kthyem prej luftës së Tebukit. Tuk u kthye prej luftës së Tebukit. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masira. Shikoj çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çat lot ja ka paguajt Allahi, se ai ka pas ndjenja fetare si sahabët që kanë dalë luftë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o ju sahabë që keni dalë luftë, I kum lando njerëzin në Medinë, s'kini hec ju ndonjë të ecme, s'kini ka përci ndonjë lugin dhe kodër, vetë sa ato janë kanë me juve. Ku janë ato me? Në shtëpi janë ato. Ama që ato lotët pse sën po vina, Allahu xhelali ka thënë, thuju këtë atënve, që kanë ardhur në luftë me tije, janë do njerëz që kanë ardhur, zemrat ju vlue, I shpërblesi juve. E din Allahu arsyen. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, I thanë, ja Rasulallah, wa hum bil Medina. Ato thanë, so, ja Rasulallah, na kena dalë me ti, ato kanë në shtëpi, niso jena na. Çka tha pejgamberi sallam? Po, wa hum bil Medina, ata janë në Medinë, sepse ata kanë pas arsye, s'kanë pas me çka me ardh. Të ndëruar xhamatli, dush me pas ndjenja, nëse të hupni namaz pi vaktit, kompenzohet, ama duhet me kajt pak, duhet me të udhim pak. Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a I dini deri sa ka shkuar niveli I mërzijës kur atinve ju ka up namazi? A dini sa ka shkuar? Leta me thonë unë me Abu Bekrin, me Omerin, me Hakin, leta me thonë çështo. Kur ju ka up namazi, edhe se kanë pani sahabën në xhami, kanë shkuar te shtëpia me ngushëllue, çka u bë valla? Pashallah, mi shku sot dikujt te shtëpia kurse ki pani çini. Mi thon valla ku marr me të vizitue. Hajt thot bën përdorë me çumbardoft. O hibe normal do ti mund kjo ardhë shpia, që s'ka ndalur një qini. O du të me qut ti, thot. Pra, na e kena prish kandarin. Ata janë vizitu, janë ngushlu. Pse vlas dole në gjami, që t'ka gjetë? Pse s'po del me fal namazin? E na kemi njerëz plot që shpesh si shojmë gjami, po neve nuk na bëhet vonë për ata. Andaj të ndëruar xhamatli, nëse s'ka ndjenja fetare, nëse s'ka ndjenja për Allahun xhelel xhelalu, njeriu I hikin veprat, edhe nuk ka mërzi. Pse? Andaj ka kundërthënje, ka kontradikt në mes fjalëve dhe veprave. Pse? Sepse na nuk jetojna me këta. Nuk jetojna me këta. E dyta, që Allahu xhelel xhelalu I mundson robit mu kanë në harmoni me vepra edhe fjalë. Cila është ajo? Niyeti. Hadithi më I madh që transmetohet nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është hadith që ka transmetuar Imam Buhariu. Dhe për këtë hadith ka thënë Imam Shafiu, s'di hadith më të madh se ç'ky. Cili është ky hadith? Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Veprat janë sipas niyetit. A ki bën niyet diçka? A ja ke mësije? Ki më bën. Kur ja kanë mësi njerëzit edhe kodrën e kanë çajë. Kur ja kanë mësi njerëzit edhe kodrën e kanë çajë. Do të kaluarën para se mu qa kodrat. E keni po këto autobanat? Ta ka qa kodrën tunel, ta ka bo 50 km tunel e kije. Kush e ka qa ata? Njeri. Me shka e ka qa? Me ambicje. Ambicje të njërë, këna me qa, këna me qa. Në kaluarën, kur ju kanë thanë djetarët, ka me ardë dita kanë mi qa kodrat. Dikush ka thanë, ja, me kësha të folki. Ma që kodra u ka qa? Njeri kur dënë me e ba, e qanë edhe kodrën. Njeri kur t'jam sinje për gjenat hi. Njeri kur jam sinje për gjenat hi. Aj që ka donë mu taku ma Allah unë gjenet, ka mu takue. Aj që ka s'do mu taku, s'ka mu takue. Qysh, këpika e di. Innamal a'malu bin nijet. Veprat janë si pas nijetit. Në nuk hinan gjenet me pun, me nijet. A ki bo nijet po? Ki me bo pun sa me t'hin gjenet.
pastaj shpërblimin ti atje ti nuk e merr me mu kon xheneti, sa ki punu, ka jetu njëri 70 vjet, jeton 70 vjet në xhenet, i mirë shpirti dhe shkon apo. Jo, Allahu xhallahu khalidin fiha abada. Na pi xhenetit si nxjerr na kurr. E mira ka punu ki çaça? Jo, ki ka punu 60 vjet. Allahu e fut me niyet për gjithmonë në xhenet. Shikoni hadithin e tjetër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që argumenton se njeriu kur e ban niyet hiç pa dhënë fiton. Hiç pa dhënë fiton. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Hadithi që kanë thënë Imam Tirmidhiu. Ka thënë alayhi salatu wassalam. Kjo dunja është për 4 veta. Neve po na interesojnë tash 2 pyetje. Kjo dunja është për 4 veta. Neve po na interesojnë 2 pyetje. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. I pari pyetëre. Një njeri Allah i ka dhënë parë. Përveç parëve i ka dhënë dije. Ki me qatë dije, thot alayhi salatu wassalam, e jep parën ku duhet. Edhe shpërblen Allahu subhanahu wa taala. I dyti, çka bën i dyti? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe një tjetër. Allahu xhelle xhelaluhu i ka dhënë dije. Si ka dhënë parë. Ama dijen e ka. Çka bën ky i dyti? Ki parë janë shumë lart. Ky i dyti s'ka parë, s'u jep, s'u lëviz senat me parë. Thot alayhi salatu wassalam i ka dhënë Allah i dije. Thot o Zot, me ba me pas parë, si që ki i parë i kësha vepruar. Të ndëruar që më të li, djetarë kanë dhënë, që ki i diti, s'ka ba kur gjonë, s'ka dhënë ati dinar. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, the ata janë shpërblim barabar. Ata janë shpërblim barabar. Çka ka bëu që ki i diti? Ki i diti ka pas dije. Ka thënë Allah, mi pas milionat, edhe unë e bana qështu, si që ki filani shko pëjep sadaka ish banal. Po ti që ki be milionat, ani be njetin. A kushton me bon jeti? Qa kushton me bon jeti? Qka kushton me thonë? Vallaj me pas pare, ketë me halën teme, ketëve ja u baj shpijet ka 500 metra katror. Apo? Ama na Allahu në rujt, Allahu e din qëfar një jetë e kena qëtu. Na edhe kure shof në njani me parët e veta e ka baj shpijen, pika i murki. Mëre ti keve të fitu vesh me një jetë, po ta shë prish e ketë. Pse ti t'intereson ka e ka baj? Ti bane një jetin, o Allah, vallaj me pas pare, kitë shkupit ja pare. Njani do të anë dhe shif andra, anë be andra, e kam një jetin, shpërblen Allahu xhelle xhelalu. Të ndërrua që më të li, pa pas një jetet të mira, qëllimet mira, synimet mira, Allahu nuk nga drejton. Nëse ti ja u menon ketëve të keqen, vesh ti për veti më knaq, nuk të zonë Allahu xhelle xhelalu. Khadija radiallahu anha, bashortja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur u ka shpall sejf të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shpallja, u ka tut shumë, u ka djersit nga friga. Kur ka shku te gruaja vet, e ka këshillu gruaja vet dhe e ka qetësue. Çka i ka thënë? Pika, paramendone të ndëruar që më të li. Khadija po e këshillon më të mirin njeri në botë. Çu e ngushlloi? Tha jo o Muhammed, ha lëse ti se Rasulullah. Tha jo Muhammed, jo burriem. Tha Allah nuk të korrit ti, mos u shqetëso. E pse nuk të korrit ti? Pse nuk të korrit ti? Tha se ti e do një të vërtetën, e do jetimin, ki qef të drejtat mi unda njerëzve që ashtu që janë, e një mund doptin. Pika e murë vesh Khadija, po qështu Allah e ka caktue. Një njeri që ja u da hajrin këtë dunjajës, Allahu xhelle xhelalu e ban njeri të privilegjum. Na nuk muna mua pejgamber, hasha wa kella, khatamën nabiyina ju mshel vula pejgamberve. Po çka të kushton mi adash këtë dunjajës mirë? Pa para, vallahi pa para. Kur gjë nuk kushton. Andaj niyeti, ka thënë Imam Shafi'iu, hinte çdo vepër. Wallahi kur e bën njëri niyet, me e bën një vepër të mirë, edhe ka sinqert niyetin, Allahu xhelle xhelalu ja mundson. Dhe kemi edhe ajete të tjera dhe hadithe të tjera nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, të cilat argumentojnë për rregullimin e veprës, edhe fjalët do t'i përmend me lein Allahu te bareke ve teala në gjëratat e ardhshme. E lutim Allahu xhelalu ala, që Allahu te bareke ve teala t'i bën fjalët tona në harmoni me veprat tona.